Mirë mëngjes të gjithë teleshikuesve të Zjarr Televizion, jemi ritakuar sërish së bashku me rubrikën e showbizit në emisionin e mëngjesit zbardhje. Dhe a fillojmë sot me rikthimin e bujshëm të Eglit. Unë bërë shumë kot kjo me thënë drejtën. Unë kam vetëm një pyetje për këtë Sibora, po dua një përgjigje shumë të sinqert. Po. Çfarë do bëj kjo vajzë ndryshe me rikthimin? Do dalim më keq se sa herën e parë. Të njëjtin mendim si timin, kaq ishte. Shiko. Shiko, Egli doli dhe kishte vetëm një javë që kishte dalë. E nxorën shumë bukur në Prime, sikur arsyeja e daljes së Eglit kishte qenë gripi dhe e vënë si plan të dytë anën e mendjes, shëndetin e mendjes. Mirë, po ne dinim që Egli doli sepse po kalonte psikologjikisht. Ishte shumë rënd. Dhe si mundet që për një javë dalje, se fiks një javë, apo jo, vetëm një Prime kishte kaluar. Mirë që ishte rënd, po si mundet që për një javë njeriu të ushërova unë tani do shkoj të vë dignitetin e vetes. Po ti prit. Ti sa dole, kur patë kohë, ty nuk të ka ndryshuar dot mendimet një herë. Nuk po rri dot pa gjestin ajo me shpirt. Dhe nuk do rri. Ja, do ndaj javën e parë nat, pastaj do dalim më keq se sa ishte. Ajo fjeti shumë e lumtur me të. Fjetën bashk? Po. Unë së bashk të shikoj. E pranoj direkt madje, shumë e lumtur. Se ftoi gjestin? Po. Patëm një debat të fortë. Ja, kaq ngeli Egli Tako dhe digniteti i saj. Tani unë mendoj se kjo bëri gjën më të gabuar që u rikthye. Shiko, kishte humbur edhe brenda natës së rikthimit, kishte humbur 10.000 ndjekës në Instagram. Edhe ata të tjerët e mbajnë kot për ka njerëz që i pëlqen, po sinqerisht unë mendoj se rikthimi i saj po i bën jashtëzakonisht shumë dëm psikologjik dhe do prish imazhin e vet shumë herë më keq. U shpreh pak Egli edhe për familjarët që ishin rënduar dhe familjarët psikologjikisht. Normal. No, babi Egli do ketë nga shtëpia s'kthehet më. Më vjen gjuna. Po shiko, rikthimi i Eglit ka patur edhe shumë komente, shumë debate të forta nëpër rrjetet sociale të personazheve publikës, siç ishte edhe Juldeda. Si dhe sa i bëj thirrje Gert Ferrës të thotë që të futen prap. Tani çau bë këtu, ham pa porta. Futu dil, doli Egli pa një javë çau bë çasu, u kthye prap. Po çau kuptuar. Dolën Gjibani me Jozin se shiko jam shumë dakord. Big Brother e ka bërë vit pas viti që përveç se tek mishi, e ka bërë vit pas viti që rikthen me votat e publikut personazhet që kanë dalë. Por jo ata që kanë dalë me zarf të zi që janë përjashtuar. Sado me mund ta kemi pasur disi për zemër Gjibanin, hajde në herë edhe në një person Jozin, ata e përjashtuan me zarf të zi, sepse thyen rregullat apo jo. U rikthyen këta. U rikthye Egli. Po gjeni pse s'hyn prap? Po ati i takon me thënë të drejtë. Gjeni ti takon më shumë. I takon. Zonë na fal vlla. Kështu është bërë në rrjetet sociale, kjo është shprehja. Disa të cilët kanë dalë për shkak të një ironie të fatit, si për shembull Xumi që ishte në një televotim kokë më kokë për shkak të kutisë së Pandorës, se nëse do të ishte 4 apo 5 veta në nominim, dihet që ndoshta ai nuk do dilte. Ose personazhe të tjerë, Klajdi për shembull, një personazh goxha i lezetshëm i cili mori një ndëshkim tek shpella, ishte me 3 konkurrentë të tjerë të fortë dhe ishte detyruar që të dilte. Kështu që riktheni këta më mirë që dolën për ironi. Ma edhe Gert Ferra më ka pëlqyer si personazhe të brenda, pse se kthejnë Gertin? Apo po çfarë ka? Çfarë pëlqen te Gerti ty me motor? Është shumë njëri familjar me kam tokë të thoja. Se kush është me kompërpjellë aty? Shumica. Një ndërta, mirë, mirë. Do shohim në ditët në vijim, do shohim do numërojmë kohën edhe sa sekonda duhet që Egli të kthehet në Eglin e mëparshëm, në Super Saiyanin që ishte, dhe ka dhe pak të informacioni tjetër. Tani, pas hyrjes së Eglit, direkt edhe me shpat në dorë, ju vërsul Rozanës njëherë. Jo, po, se ti ke qenë personi i parë që më ke thënë mua posesive, ti më ke mbajtur afër, dhe Rozana i thot që shikon në vërtet, kam thënë punë që të kam mbajtur realisht afër.
Nuk e di çfarë pas ke parë, tha Rozana atje. Është për që ke mbushur një dhe pas ke ardhur me qëllim për të vënë mua. Si e mendon ti, Greta? Po kjo janë shenjat e para të skizofrenisë, në zemër nuk ja vlen ta komentojmë tash. Nisë pak sa termi rënd, domethënë, po një depresioni. I vërtet. Shikoj që ai u tregua posesive. O, po qa posesive mi, si Bora, më falni, të inderuar publik, se unë flas një qik më shqip se si Bora, ka ca nga ata që nuk e kuptojnë këtë fjallën, no, ti si Bora. Thjesht, kjo shoqja ka ca trauma, ca mungesa vitaminash, ca probleme të theksuara me veten, e qa bën e han ata të tjerë, të kupton ti? Shikoj, më erdhi pak keq për Rozanën, se Rozana E ka dashur, po, i ka qëndruar afër. Rozana doli jashtë dhe të mos e kupton dhe të pak dhe po të ishte brënda, hajt, më doja mira të mirë qënë, po doli jashtë dhe e kuptoj dashamirësinë asaj, e mori vesh. Po pikërisht. Si Livia për shembull. Si Livia që u zon, u kthye Livia dhe shkoi tek Rozana. Shiko, Rozana mund të jetë duke bërë lojë të ashpër, po nuk do thoja të tillë, po është luftarake, lojë është luftarake, ama me personazhet që i ka pasur në grupin e saj, siç janë Gjesti, Egli, Livia, nuk është si kur keq, dhe nuk është se ka dashur të bëjë dëm. Asnjëri prej tyre i ka mbrojtur. Edhe hakmarrja e Eglit më duk pak sa e pavend. Nisë mbetet për të parë se si do të vijojë marrëdhënia mes tyre. Kalojmë pak patjetër. Kalim pak të informacioni tjetër. Kelly tani ka thënë se sot e kemi të mbushur me Big Brotherin. Kelly ka dhënë një deklaratë, domethënë nga që duke folur me Rozanën, dhe tha pas hyrjes së Eglit ky muhabet, tha që po fliste për Gjestin. Dhe Gjesti në një moment kishte fikur telefonin, kishte fikur mikrofonin, kishte shpërthyer një të shara, dhe kishte thënë nuk më lën të dalë prej këtu. Rikujton që Gjesti u përpoq të kalonte murin. Mendon Greta se po mbajnë me zor? Tjetër, ajo duket, është një gjë që duket. Me zor po e mbajnë, se po të shofësh për shembull goditjen që i bëri Xhibani Gjestit dhe goditjen që i bëri Gjesti Vërthëllonjës. Si e kam, ne jemi bërë me këta. Viserlo, ajo ka Viserlo, nuk e di se si shqiptar, po Viserlo i themi ne. Edhe ajo e Gjestit ishte më rëndë, me thënë drejtë, dhe Gjesti po bën të tilla gjëra që ta nxjerrin me zarf të zi dhe nuk e nxjerr njeri, e kupton? Kam përshtypjen që realisht kështu po ndodh. Aty djali me vërtet ka ardhur ndaj hundës tani. Edhe mbase prandaj po del pak sa keq edhe në sytë e publikut. Bëj që ta largojnë. Po imagjino theu një ndër rregullat bazë dhe çfarë bën, i ulën çmimin e madh. I përgjithmuan çmimin e madh. Mbetet për të parë, po ky produksioni është pak sa i frikshëm. Edhe produksioni ka të njëjtat simptoma si të Eglit. Është pak sa i frikshëm. Mirë, kalojmë pak te informacioni tjetër. Inisa Golli ka dhënë një deklaratë për Laert Vasilin. Ti si Bora e ke para të intervistën? Muslim Shyr që i kanë bërë Ilisës? Happy birthday? Jo, nuk e kam parë. Okej, vazhdo. Po të shënë në Muslim Shyr? Ku e di? Aty jeton kjo? Po. Përballë shtëpisë tënde, nga lagja tjetër. Nga Pazari Çam. Jo, jam pak më afër unë. Shikoj, Inisa ka patur Laert Vasilin në emisionin e vet, në podcastin e saj, ku Laerti që aso kohë e bëri buj deklarata e tij, ka treguar, është shprehur se ka qenë në dashuri me një prostitut. Ishte i dashuruar, jo në dashuri. I dashuruar, po është pak sa mëngjes na falni. Po aty për gjëra njerëzore po flasim më si Bora, se ne shqiptarët kemi shumë turp për ca gjëra, është njerëzore. Të gjithë dynjani për botë biznesmenët më të suksesshëm me prostituta dashurohen. Vetëm Shqipëri është turp kjo gjë. Nuk mendoj se janë çdo rast janë edhe në shpirt të tilla, prandaj kur sa ndish gjë tjetër. Nuk mendoj se është gjëra si ai filmi Pretty Woman, po Nise, Laerti çik si manjak më duket mua, kështu që tani dikur më bën të përshtypje, tani s'më bën më përshtypje që ka shprehur një gjë të tillë. Por
Kjo gjë ka bërë nisën të shprehet se Laerti me Valbonën nuk është i dashuruar, por Valbona i kujton atij dikë. Pa thënë kë si qyshtek, po ne e morëm me mend se kë. Asos mendoj që Laerti ka ndjenja për Valbonën ose Valbona për Laertin. Të dy mendoj se po luajnë. Mendoj se është ajo që thotë edhe Gjesti që të dy s'kan ndër për njëri tjetrin dhe prandaj janë duke vepruar si të dashuruar. Okej. Kalojm pak edhe tek informacioni i fundit i përgatitur për sot. Atëherë, para disa kohësh, ne dham lajmin në ëmbël se Samantha Caravella ishte në një pritje të ëmbël. Ishte në shtatzan. Dhe s'ka që në shtatzanit. Dhe tani na ka zbuluar gjinin e bebit. Oh, sa bukur. Samantha është në pritje të një vajze. Ka lezet. Edhe me këtë shprehëm duket apo jo që do donim të ishte një vajzë. Edhe ja, shef në plotësuar dëshira. Një vajzë e bukur si Samantha, dhe ishte një gjë shumë e bukur, absolutisht. Shpresojmë të jetë edhe talentuar si nëna e saj. Mirë, urojmë asaj një pritje sa më të ëmbël dhe të mbarë, për sa kohë ka ngelur. Ne do të shihemi sërish me të rejat e fundit të showbizit. Po ju lëm në shoqëri të programit të mëngjesit.